Po sa keni këtu? Hey, para telefon. Olbon. Fotograf, rruguna veç pak. Është e tmerrshme që edhe 27 vjet pas çlirimit të vendit ton, kemi ende mbi 1500 trupa të pagjetur, kemi më shumë se 1500 familje, të cilat çdo ditë rrinë me kokën nga dera në pritje që dikush t'ju sjell lajmin që të paktën janë gjetë familjarët e tyne. Këtu gjithçka është duke u bërë profesionalisht, të gjitha njësitë e përfshira në punë janë duke bërë punën e tyre dhe shpresojmë që të së shpejtit kemi rezultate sa më të sakta edhe sa më konkrete, me qëllim që të mund të paktën familjarët e atyre që gjenden këtu t'i informojmë që mund t'i varroset më në fund. Mirë, po nuk është koha për spekulime, nuk është koha për fjalë të mëdha dhe zhurmë të madhe. T'i lëm profesionistët ta bëjmë punën e tyre edhe pastaj të shohim se kush ndodhet poshtë edhe a ka më shumë, a më pak, apo se si do të vej puna. Dëshmitarët kanë thënë që gjithë këto dyshohet se mund të ketë kështu varrezë masive, pse s'është ngërmuar deri tash atë. Kanë thënë diçka edhe prej dikasterëve tjera kompetente. Unë mendoj që është lajm i mirë që është gërmuar, është lajm i mirë që ngërmimi ka sjell rezultat, edhe është lajm i mirë që çdo ditë, çdo javë dhe çdo muaj kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjëra të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë. Ju faleminderit shumë.